Drama në familjen Murseli nuk ka tronditur vetëm familjet e tyre, por edhe çdo shqiptar që e ka dëgjuar. Është ende e pakonceptueshme se si Naim Murseli pati guximin për t'i hequr bashkëshortes të drejtën për të jetuar, por më tepër si mundi t'i heqë të drejtën dy djemve të tij të rriten pa maman e tyre, Liridonën. Gjithsesi, kjo çështje tashmë është në duart e drejtësisë, që prej muajsh po zbardhin detaje të cilat nuk dieshin. Nga zbardhjet e tabulateve telefonike dhe nga pyetjet e dëshmitarëve, prokuroria e çështjes ka mbledhur fakte se Naim Murseli ishte i zhytur në borxhe. Gjatë seancës gjyqësore, prokuroria ka treguar se vlera e borxheve që kishte Murseli ishte rreth gjysmë milioni euro, një shumë kjo mjaft e lartë. Tani, dyshimet e prokurorisë janë se Naimi e ka eliminuar bashkëshorten në mënyrë që të përfitonte nga sigurimi i jetës së saj në Suedi. Për këtë gjë, Prokuroria e Kosovës ka kërkuar informacion në shtetin suedez, nëse Liridona e ka paguar sigurimin e jetës dhe nëse po, sa ishte shuma që do të përfitonin familjarët e saj nëse i ndodhte diçka e paparashikuar. Në bazë të përgjigjes që ka kthyer Suedia, bëi me dije se Liridona kishte paguar sigurimin e jetës dhe te ky sigurim nuk ishte saktësuar se kush e përfitonte sigurimin në rast se ajo do të humbte jetën, dhe sipas ligjit në Suedi, nëse nuk është e përcaktuar rrjedhimisht, siguracionin e jetës e përfitonte bashkëshorti i saj. Në këtë rast, mendohet se shuma që do të përfitojë ishte miliona euro dhe në bazë të ligjeve të shtetit suedez do i kalonte automatikisht Naim Murselit. Ka dyshime të forta që ai e ka ditur fare mirë që siguracioni i jetës do t'i kalonte automatikisht atij, prandaj e ka eliminuar bashkëshorten. Prokuroria e çështjes theksoi se në 28 nëntor 2023, në orën 19:41, i pandeuri Murseli ka dërguar një mesazh tek Plava, ku shkruan: "Shok, sigurisht kryhet nesër."